Atëherë bashkë me deputetë e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe ekzekutivin e komunës së Mitrovicës në kujtim dhe nderim të 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000, ku janë vrarë 10 qytetarë shqiptar, janë plagosur 25 dhe janë dëbuar rreth 12.000 qytetarë shqiptar të pjesës veriore nga regjimi gjenocidal i Slobodan Miloševićit dhe pasuesve të tij. Ne e pam të rrugës që në kujtim të tyre të shpalosëm këtë pllak për shkak se duhet të jetë e paharruar sakrifica dhe gjaku i derdhur i qytetarëve shqiptar edhe pas çlirimit të Kosovës dhe prezencës së KFOR-it në Kosovë. Ata u vranë civil të pafajshëm dhe fatkeqësisht edhe të atë natë ato 2 net të pambrojtur, vetëm e vetëm pse ishin shqiptar dhe ishin rikthyer në shtëpitë, banesat dhe pronat e tyre. Ne sot në pjesën e urës së re përkombësor që i kontribon paqes edhe stabilitetit edhe frymimit më të lirë të Mitrovicës, dëshirojmë që të kemi edhe një mesazh të përqojmë për gjithë gjeneratat që vinë, që liria e Kosovës, po edhe pjesa e normalitetit në veri, fatkeqësisht edhe pas çlirimit të Kosovës, është dashur që të derdhet gjak nga qytetarë civil të pafajshëm, pambrojtur, duke përfshi edhe pleq edhe fëmijë. Faleminderit për prezencën e juaj. Ne jemi këtu në rast se keni ndonjë pyetje për temën. Në rast se nuk keni, atëherë faleminderit shumë që na shoqëruat në këtë aktivitet, po ju paralajmërojmë që në ora 12 kemi një ekspozitë me fotografitë në Qendrën e Kulturës, ndërsa në orën 19 do të bëhet ndezja e qirinjve këtu në urën e Ibrit. Faleminderit shumë.